Thash po besoj vetbesimi është një ndër aspektet kryesore sa i përket formësimit të karaktereve të njerëzve dhe mënyrës se qysh ata reagojnë në situata edhe momente të ndryshme, mënyra se qysh zgjedhin me fol, mënyra qysh zgjedhin me lëviz, mënyra qysh zgjedhin me reagu, po besoj varet është një lidhje shumë e ngushtë me vetbesimin, apo jo? Po natyrisht vetbesimi është njëra ndër tiparet kryesore që na i përcakton neve edhe ardhmërinë tonë, edhe suksesin në të ardhmen, por na i përcakton një farë mënyre në mos të madhe edhe raportet ndërnjerëzore. Për arsye se një vetbesim i mirë e bën raportin ndërnjerëzor të atill që jemi të barabartë me tjetrin, ndërsa një vetbesim jo i mirë individin e bën të atill që shndrohet në një individ i cili duhet t'ia bëj shefin të tjerëve për arsye se e konsideron vetën si një individ që nuk din, nuk ka aftësi, nuk është i mirë, nuk është i dashur për të tjerët, pra të tjerët nuk e dojnë, ka mangësi të mëdha e tjera dhe se si rrjedhoj ai duhet të jetë si lloj shërbëtori të tjerëve ose njeri i cili duhet të kënaqë të tjerët duke harruar në tërësi vetveten. Sa i përket vetbesimit e kemi edhe një term tjetër i cili është vetvlerësimi, pra kjo pjesë e vetbesimit është gjëja e brendshme, pra ajo që e ndjemi ne në brendit tonë, ndërsa pjesa e vetvlerësimit to janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, nganjëherë individët kanë vetvlerësim një farë mënyrë për çështje të caktuara të mira, por për çështje të caktuara e kanë vetvlerësimin më të keq dhe si rrjedhoj kur e vlerësojnë, domethënë ato çka i bëjnë në mënyrë negative, atëherë edhe kjo ndikon në disponim, në ankth, në stres edhe në sukseset zakonisht në punë edhe në studime. Pra janë dy komponente pa të cilat njeriu nuk mundet me shkuar përpara, sidomos vetbesimi. Kur jemi te çështja e vetbesimit, shumë shpesh mundemi me ndëgju edhe në mesin e shoqërisë duke u drejtuar një personi që prej momentit që e njohim gjithmonë, prej i vogël ka pas vetbesim shumë të lartë. Edhe gjithmonë ekziston edhe si pyetje, vetbesimi a formohet me kalimin e kohës, ndërtohet me kalimin e kohës, apo ka çështje që munden me qenë edhe një lloj formë gjenetike asaj që lind me një lloj vetbesimi paraprakisht, sepse gjithmonë i lidhje me situatat edhe mënyrat qysh reagojmë, me mënyrat qysh trajtohemi gjatë rritjes, edhe me mënyrën se qysh mësohesh duke i pa tjerë të reagu në situatat të ndryshme. Unë besoj që aspektin gjenetik në asnjë çështje të jetës tonë nuk mundemi ta përjashtojmë, megjithse në disa libra që i kam lexuar thuhej që vetbesimi nuk është diçka që ndërlidhet me aspektin gjenetik, por që krijohet që nga fillon të krijohet që nga momenti i lindjes së fëmijës dhe gjatë tërë procesit të rritjes, por edhe si i rritur, krijohet ose një farë mënyre fillon të humbet ose dëmtohet. Pra është shumë interesant që tash njerëzit që kanë vetbesimin mund të jetë edhe një vetbesim i tepërt, i cili pastaj shndrohet në një çrregullim psikologjik për arsye se nëse ke vetbesim tepërt, atëherë mundesh edhe gjatë jetës, sidomos kur ti je më i ri edhe në farë mënyre pakos më i papjekur, të themi kështu, individi mundet edhe të bën gabime të mëdha për arsye se
të vetbesimit të tepërt. Vetbesimi i tepërt mund të jetë edhe shkak për edhe konflikte të ndryshme që domethënë fizike që mund me përfundu edhe me fatalitet, po nëse nuk flasim për atë aspekt, nëse flasim për vetbesimin për të krijuar gjëra të reja, atëherë shpesh njerëzit si pasojë e kësaj fillojnë projekte të cilat munden me qenë shumë të dëmshme dhe që pastaj ato ju kthehen si bumerang pikërisht atij individi tek i cili pastaj shprehet dëshpërimi dhe ankthi edhe depresioni për shkak të mos suksesit. Por kjo pjesa e vetbesimit të dobësuar, zakonisht njerëzit të cilët gjatë fëmijërisë janë rritur në një ambient ku është goxha shumë e përhapur edhe në botë edhe në Kosovë, edhe ka qenë edhe këtu në Finland para 3-4 vjete, që në farë mënyrë dhuna është perceptuar si një farë mënyrë si mjet për ta orientuar për shembull fëmijën në një drejtim të caktuar, ose të themi friga është ai që e ka përcaktuar mënyrën një farë mënyrë të vepruarit. Atëherë natyrisht që edhe zakonisht kanë qenë edhe çështja e kritikës që ju bëhet këtyre domthonjë fëmijëve nëse nuk kanë suksese, ta marrim shembull suksesin në shkollë. Në Kosovë gjërat që më së shumti më dhëmbin është për shembull notat e klasës, që kërkohet të merren notat 5 dhe në momentet që nxënësi tregon për 5, atëherë ndoshta gjithë i ulin syt poshtë për arsye se tregojnë që nuk janë të kënaqur, dhe me këtë natyrisht që e thejnë vetbesimin e fëmijës që unë po di edhe unë paska. Pastaj kritikat e vazhdueshme të prindërve për dështimet e mundshme, ose nëse një çështje nuk e ka bë në mënyrë adekuate, dhe atëherë kritika e fortë e prindit pa e lavdëruar fare që ai ka tentuar të bëjë diçka dhe ka kryer çështjen në mënyrën e vet si ka ditë, është shumë e dëmshme.